Statistikisht, vazhdimisht është vërtetuar që kjo mosha nga 18 deri në 64 është pjesa e moshës që është në moshë aktive pune. Nuk është i njëjtë angazhimi në punë i grup moshave 18 deri në 40 dhe 40-64. Patjetër. Në tregun e punës, më të garantuar, më të stabilizuar, më të qëndrueshëm dhe me të ardhura më të qëndrueshme janë këta nga mosha 40 deri 45 deri në moshën 65 vjeç. Kjo flet për faktin që sparja ata kanë qenë të punësuar, po flet edhe për një lloj qëndrueshmërie që ka ky brez, kjo moshë në raport me punën. Dhe kjo është e vërtet. Pjesa e kësaj moshe është rezistente, i pranon sfidat, i pranon vështirësitë, i sfidon vështirësitë, ka një qëndrueshmëri ndaj halleve dhe problemeve dhe kjo bën që pikërisht kjo fash moshore 40-65 është që ka nivele më të larta të punësimit në raport me tregun e punës. Për sa i përket nga mosha 18 deri në 40, sikurse e dini, niveli i papunësisë është më i lartë.